Të adhurosh Allahun është natyrshëm. Mos të adhurosh Allahun është e panatyrshme. Të adhurosh Allahun xhella xhelalu dhe ta besosh është e arsyeshme, e logjikshme dhe pranueshme. E kundërta është e palogjikshme dhe e papranueshme. Të nderuar vëllezër, tash kemi hyrë në stinën e pranverës. Gjithçka tash më lulëzon, bari gjelbron. Ngjyra e barit që është e gjelbërt, është e natyrshme dhe e zakonshme, është e pazakonshme. E zakonshme është e zakonshme që bari të ketë ngjyrë të gjelbërt. Nëse gjejmë bari me ngjyrë të zezë apo të kaltërt në fushat dhe malet tona, a është e zakonshme e pazakonshme? E pazakonshme. E pazakonshme. Mund të ketë lloj bari dikon, por ajo që realisht dominon fushat dhe kodrat dhe malësitë e shumta, çka është? Ma është gjelbrimi. Pa i themi ka gjelbru, e ka marrë ngjyrën e vet natyra. Edhe Allahu xhallahu thot se ju natyrshëm e keni ngjyrën e adhurimit. Domthon, të jesh adhurues i Allahut, ti përkushtosh adhurimit, ta kesh qëllim në jetë adhurimin, është e natyrshëm. Pra kështu duhet të jetë jeta jonë. Natyrshëm të adhurim Allahun te barekuhu teala. Pa ngarkesa, pa komplekse, pa hezitime, ta kuptojmë si pjesë të pandartë të jetës tonë. Prandaj edhe kuptimi i dytë i këtij ngjyrimi, krahas faktit se është i natyrshëm, është edhe i vazhdueshëm. Ngjyra është e vazhdueshme, nuk ndryshon. Prandaj ne jemi adhurues të Allahut te barekuhu teala në vazhdimsi, sikur që kemi përmendur, në Ramazan, jashtë Ramazanit, në xhami dhe jashtë xhamisë, dhe kudo që t'jemi. Prandaj duhet të shndrohet adhurimi në ngjyrim, e për të qenë ngjyrim duhet të jetë diçka e natyrshme. Duhet të jetë diçka normale e zakonshme. Për të qenë adhurimi në ngjyrim duhet të jetë diçka e vazhdueshme, e pandërprerë. Dhe krahas asaj duhet të jetë gjithëpërfshirëse.